Vallahi, po betohem në Allah, nëse ti e fal namazin, je i shpëtum dhe i garantum. Me çka hoxh? Qad aflaha al-mu'minun, shpëtum janë, thot Zoti në Kur'an, alladhina hum fi salatim khashiun, ata që e falin namazin me frikë dhe respekt. A është farz kjo? Prej sondit ka me vendos që kur namazin nuk e la 5 kohë namazin. Prej sondit ka me vendos që këtë adhurim se është garancë se namazi inna salate tenha anil fahsha, namazi është garancë të reziston haramin, të largon prej haramit. Thot Allah në Kur'an, me të vërtet namazi të largon nga veprat e këqija. Ka më të largu prej komarit, ka më të largu prej zinas, ka më të largu prej punëve të thllishta. E prandaj ruje zemrën tonë me kryerjen e adhurimeve. Je i dashur i Allahut. Allahu do të nxjerr prej territ në dritë duke e ndriçuar shpirtin tanë ti me namazin tanë dhe me sejdën tonë. Es-salatu nur, namazi është dritë. Ndriçoje zemrën tonë me namaz edhe e largon virusat dhe smundjet e shpirtit dhe vezveseve që të vinë. Hajse Allah i më fal. Allah i të fal, po nëse ti nuk i merr sebepet e faljes, Allah nuk të fal. E jona është mi marë sebepet e të falmës. Prandaj kryerja e obligimeve kërshimardhënisë Allahut, farzët, është preventiv për më trujt Zotin nga viruset dhe smundjet e shumta që janë prezent në mesin tonë.